Përshëndetje të gjithëve miq të Kinotekës, mirë se erdhët edhe në këtë të mërkurë me mua Violën dhe me kolegun tim Egonin. Përshëndetje miq të Kinotekës, ja ku po ritakohemi. Sot është data 14 maj, për të gjithë ju që na ndiqni nga valët e Radio Sol 89.0 FM në makim, kujdes rripin e sigurimit, për të gjithë ju që na ndiqni nga YouTube, nga kanali ynë, po dhe për ju që na ndiqni nga kanali ynë në Spotify. Na gjeni gjithandej dhe edhe sot do të kemi një episod shumë interesant, sugjerime filmash, librash dhe një të ftuar i cili jam e bindur do të na sjell, le të themi, një panoramë të re të jetës, ose do të na përplas realitetin në fytyrë, po ëmbël edhe butë. Sigurisht është kështu siç vetëm ai di ta bëj, do ta zbulojmë vetëm pak më vonë. Menjëherë pa humbur kohë do të nisim të flasim tani për ngjarjet e rëndësishme nga letërsia dhe kinematografia të datës 14 maj në vite të ndryshme. Vazhdojmë të parën. Në vitin 1925 botohet romani Mr. Dalloway nga Virginia Woolf, një nga veprat më të njohura të saj që kishte ndikim të madh në zhvillimin e romanit modern me rrëfimin e brendshëm të personazheve. Në vitin 1944 lind George Lucas, regjisor, producent, skenarist amerikan, krijuesi i universit Star Wars dhe Indiana Jones, i cili e revolucionarizoi kinematografinë me përdorimin e efekteve special dhe krijimin e Industrial Light and Magic. Vazhdojmë tek 1969 lind Kate Blanchett, aktore australiane vlerësuar globalisht, 2 herë fituese e çmimit Oscar dhe me role të spikatura në filma si Elizabeth, The Aviator, Blue Jasmine dhe Carol. Viti 1982 është premiera e filmit Conan the Barbarian në 1400 kinema në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një epik fantastike e John Milius me protagonist këtë tjetër veçse Arnold Schwarzenegger. Filmi u bë themeli një serie të suksesshme kinematografike. Edhe shkojmë tek 2018, ndëron jetë Tom Wolfe, shkrimtar, eseist, gazetar amerikan, kryefjala e New Journalism dhe autori i veprës së famshme The Bonfire of the Vanities. Do të kalojmë tani tek filmat sugjerim, do të jemi tek tema e dramës ekzistenciale dhe humaniste, një temë Fix për mua. Fix për ty. Mirë, do t'i përmendim si emra dhe pastaj do flasim pak më gjatë për secilin prej tyre. Nisim nga Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore. Vazhdojmë me Fallen Angels, i vitit 1995, Wong Kar-wai. Vazhdojmë me The Lives of Others, 2006, Florian Henkel von Donnersmarck. Vazhdojmë mëtej me The Tree of Life, i vitit 2011, Terrence Malick. Dhe Sing Sing, viti 2023 nga Greg Queder. Mirë, do të flasim pak më gjatë për secilin prej tyre. Do ta nisim me Cinema Paradiso, një super film i vitit 1988, një odë nostalgjie për fuqinë e kinemas që ndje këtë riun Salvatore Toto shkurt dhe miqësinë e tij me projeksionistin e kinemas. Mbaj mend ato filmat me xhirim, me film, Alfredo, me buxhet $5 milion, arriti fitime prej rreth $12.3 milion në Amerikë dhe $19 milion në Francë dhe mbi 27 milion ndërkombëtarisht pas çmimit Oscar për filmin e huaj më të mirë në vitin 1989. Cinema Paradiso rigjallëroi kineman italiane dhe sot e kësaj dite që flasim mbetet një klasik. Vazhdojmë me Fallen Angels të vitit 1995, një neo-noir me Leon Lai si një vrasës me pagesë që kërkon lirimin nga nëmbota kriminale dhe Karen Mock si agjente e tij e dashuruar fshehurazi. Me kinematografi të Christopher Doyle dhe montazh nga William Chang, filmi fitoi çmime të rëndësishme në Golden Horse për montazhin, dizajnin, skenarin dhe Hong Kong Film Awards për pikërisht po themi kategoritë aktore mbështetëse, fotograf dhe muzikë origjinale, duke u shpërblyer më vonë si një kult klasik i epokës së artë të Hong Kongut. The Lives of Others, një tjetër super film i vitit 2006, kujtojmë dhe një herë regjisorin Florian Henkel von Donnersmarck. Dram gjermane me Ulrich Mühe si oficer Stasi që spionon një çift artistësh në Berlinin lindor duke zbuluar forcën transformuese që ka arti. Me buxhet vetëm $2 milion, fitoi mbi $77 milion në tregje ndërkombëtare dhe mori Oscarin për filmin ndërkombëtar më të mirë. Shkojmë tek I radhës, The Tree of Life, vitit 2011 me regji të Terrence Malick, një meditim epik vizual mbi ekzistencën me Brad Pitt, Sean Penn dhe Jessica Chastain, buxhet $32 milion dhe fitime 61
$1.7 milion. Premier u shfaq në festivalin e Cannes në vitin 2011, mori aty çmimin Palma e Art, u nominua për 3 Oscar për regji, për filmin, për fotografinë më të mirë, u rendit i pari në listën e Metacritic për vitin 2011 dhe konsiderohet si një nga filmat më të rëndësishëm të dekadës së shkuar. I fundit, por jo për nga rëndësia, është filmi Sing Sing i vitit 2023 nga Greg Queder, një dramë burgimi me protagonist Colman Domingo dhe aktor si Clarence Divine Eye Macklin. Filmi pati një buxhet prej $2 milion dhe fitoi mbi 5.1 të tillë. Premier në Toronto International Film Festival dhe debutues në A24 u përzgjodh nga National Board Review si një nga 10 filmat më të mirë të vitit. Mori 3 nominime BAFTA dhe u nominua për 2 Oscar dhe filmi gjithashtu Viola flet për fuqinë transformuese të artit në një mjedis të burgosurish. Dhe shkojmë tani tek librat që do të sugjerojmë për ju në këtë të mërkur të Kinotekës, Pallati i Ëndrave i vitit 1981 nga Ismail Kadare dhe Rruga vit 2006 nga shkrimtari Cormac McCarthy. Unë po nis me Pallatin e Ëndrave për të folur shkurtimisht për përmbajtjen e tij, edhe pse jam e bindur pjesa më e mirë e shqiptarëve e kanë lexuar, le të themi është një pasaport për të quajtur një lexues i letërsisë shqipe, një alegori distopike e vendosur në Perandorinë Osmane, ku regjistrohen dhe interpretohen ëndrat e qytetarëve për të zbuluar fatin e shtetit, shumë vlerësuar si një nga kryeveprat, le të themi, të Kadares. Ky roman përfshin politikën, psikologjinë, mitin dhe po themi përmason rolin e pushtetit dhe ndikimin e tij mbi ndërgjegjen individuale, e cila është një çështje po aq thelbësore sa te The Lives of Others apo Fallen Angels, të cilët i përmendëm më parë tek sugjerimet e filmave. Pjesë e leximit të domosdoshëm për çdo lexues shqiptar, Pallati i Ëndrave hap një dialog pikërisht mbi arsyen për buzjen e pushtetit dhe nevojën për reflektim qytetar, të cilat bëjnë kaq shumë sens edhe në kohën për cilën ne jemi duke folur apo në cilën ne jemi duke jetuar aktualisht. Për këto besoj do të flasim edhe në pjesën tjetër të emisionit. Rruga, viti 2006 nga Cormac McCarthy. Kryevepra e autorit, një roman post-apokaliptik meditativ që ndjek udhëtimin e një babai me djalin e tij nëpër një peizazh të shkatëruar dhe të mbushur me hi, të djegur për tokë. Fituesi Pulitzer i vitit 2007, Rruga është një rrëfim minimal, por me një thellësi të jashtëzakonshme mbi dashurinë, përgjegjësinë morale dhe shpresën në një botë ku gjithçka duket e humbur. Stili i thjeshtë dhe i përzgjedhur i McCarthyt pasqyron kërkimin e kuptimit dhe të vlerave njerëzore. Tani ku do shkojmë? Tani do të shkojmë në një hapësirë muzikore sepse më njëherë vjen i ftuari. Pas kësaj do të shkojmë tek Revival nga Gregory Porter dhe rikthehemi për bisedën në studio. Shijojeni. Mirë, ja u jemi rikthyer sërish në studio këtu në Kinotek në Sol me Violën. Kemi edhe të ftuarin e këtij episodi që unë e kam shumë xhan edhe e ndjek sepse përveç se është shkrimtar, poet, publicist, është edhe analist dhe shfaqet shpesh në media, jo për të na dhënë mend, po për të na dhënë, si thua, ide interesante me atë formatin e tij. Mirë, pa humbur kohën, menjëherë po prezantoj Agim Baçin. Mirë se erdhe. Mirë gjitha. Shumë kënaqësi Gim. Tani jo më kote përmenda këtë pjesën e media sepse ti je goxha i pranishëm në media dhe kjo është gjë mirë. Mirë, po ana tjetër e medaljes është të qenit shkrimtar, që ti e ke pjesë jo vetëm të pasionit të hershëm, por edhe e ke ushtruar, po them, këtë gjë. Dhe njerëzit kam përshtypjen që pak e njohin këtë pjesën e Agim Baçit si shkrimtar. Nëse unë do doja ta njihja pak më shumë dhe unë bëj pjesë e këta që nuk e njoh shumë, po them, po tregojmë sinqert. Nëse unë do doja ta njihja pak pjesën e Agim Baçit si shkrimtar, do kthehesha në vitin e largët 1993. Në mos gaboj atëre kur ti ke publikuar edhe vëllimin e parë poetik. Jam i saktë apo jo? Po, Ag, vitin 1993. Shumë bukur. Tani sa larg, 32 vite më parë. Çfarë fshihet pas titullit të vëllimit tënd të parë poetik Ag? Po edhe çfarë kujton ajo kombi gjithë? Dhe çfarë kujton ajo kohë? Ti nuk je student i dhjetorit apo jo? Po. Je student i dhjetorit. Okej. Shiko, po libri Ag me poezi nuk ka lidhje fare me dhjetorin. Është një libër thjesht një raport me kam përshtypjen se nuk kam as kopje dhe nuk po gjej dot as kopje të atij libri, domethënë kam pasur një histori kështu që
libra edhe libri jak më ka humbur. Ne do ta bëj një pyetje. Laptopi me disa libra më ka humbur disa herë, por duke qenë se the nuk kam asnjë kopje. Cili personi ka dhuruar kopjen e fundit që mban mend, po themi? Po ta mbaja mend do shkoja te Ameria direkt. Bëjmë thirrje kush e ka ag, t'ja kthej agimit. Jam munduar të ndogësohesha shumë se unë nga që shëtis ke këto bukinistët. Them që kaq shumë e duan që se ka këtu njëri ke bukinistë që ta shiste që ta blija unë. Të blije librin tënd. Për shembull se kam gjetur novelën që kam botuar në 2003 nga Gabimet domosdoshme, e kam gjetur edhe e kam blerë ke bukinistët prapë. Më se më vazhdo të jemi pak kujdesshëm. Dhe madje këto ditë po gëzohesha se si më kishin rezultuar për shembull 2-3 kopje të librit të Letë Dulqinjës që domethënë edhe ato i majnë shumë rradhë sepse është ribotuar 4 herë. Po një sekondë që ta kuptoj. Po mirë, ti nuk ke një dorë shkrim origjinal të këtyre librave të tu në fletore me Stereolabs, nuk e di tash. Se laptop s'kishte atëherë në 93. Edhe po ta kem me shkrimin tim se kuptoj. Unë kam përshtypjen se kam shkrimin të keq në kompjuter. Duke punuar shumë vite gazetar në kompjuter, kemi harruar shkrim me shkrim dorë, domethënë në fakt shkrimi dorës është një dashuri shumë e madhe, ma shënime, po kur I them shënime, them çka kam dashur të thënë. Po jo boja, vitet bëjnë të vetën pastaj. Jo, shkrimi I keq, mund të kemi sifikime sa dush, s'ka boja, s'ka letra, jemi ne. Nuk kemi kujdes, nuk kam ndaj bukur shkrim. Mirë, e kam si shkrim doktore. Po të kthehemi te Agu. Agu është një këmbgulja ime për të dalë në treg me domethënë për të ballafaquar me poezinë. Duket sikur të hapat e derën dhe të thua që edhe po s'jej plot libri, edhe po s'jej ashtu siç e ke menduar, ndërruar shumë I mirë, duhet ta nxjerr sepse të jep atë lirim pastaj. Të jep të kuptosh përgjegjësinë e botimit, përgjegjësinë e leximit, ke shkuar te tjetër I e botuar, domethënë është një libër që për hir të vërtetës, pas 30 sa vjetësh, më rikthye poezia shumë dhe kuptova që ai libër kishte ngel brenda me edhe një pjesë të mirë të poezive që kam rishkruar, e kam bazën të ai libër. Dhe unë pothuajse e mbaja mend, domethënë pjesën më të madhe të poezive të ai libri I kam përmendur. I ke përmendur. Dhe nuk do të kërkoj që ta rezitosh. Tani që ju I shkruaj, ndjej mirë, sepse duke sikur I bëj më të plota si ato gjërat që sikur ke marrë një herë dikur një skicë dhe tani plotson si pikturë. E vesh po themi. Dhe nga do doja të shkonim te gabimet të domosdoshme. Cili gabim ju shtyu të shkruani pikërisht këtë libër? Janë ato gjërat cilët ti mendon se ti bësh apo mos ti bësh, po janë domosdoshme për të bërë dhe kur janë gabim. Për shembull, mendojnë njerëzit që kanë rënë dashuri gabim, po në fakt mendojnë kot gabim. Kanë rënë atëherë kur duhet dhe me atë që duhet, domethënë dhe pse mendojnë gabim. Gabim zemra është e mençur, mendja pastaj na manipulon. Fillon ta justifikojë që jo, si ishte e dur, as kemi bërë që në dur. Zemra u ka vendosur, ka qenë e qartë. Prandaj unë për shembull shpesh herë kur uroj miqtë e mi, I them pash një zemër të mençur, nuk I them pash një mendje. Pa mund të jetë mençur zemra. Vetëm zemra mund të jetë mençur. Se gjithmonë njerëzit zakonisht e përshkruajnë të kundërtën, mendo me logjik, vepro me logjik, mos vepro me zemër, se nisemi nga impulset. Logjika fillon të dyshon. Zemra nuk dyshon, zemra dën. Zemra na çon drejt dashurisë. Dhe shko edhe nga koncepti I librave fetar. Domethënë nëse na smuren mendimet, na smuren zemra. Na smur zemra përpara, na smuret gjua, pse na smuren mendimet. Ishte shumë e bukur kjo. Ishte realisht shumë e bukur. Edhe unë prandaj nuk po flas. Unë besoj këtë gjë. Prandaj dhe urimi im për ata që dua fort është pash një zemër të mençur. Se mendja vjen nga leximet, mund vi nga dëgjimet, mund vi nga recitimet. Zemra është e jona. Dhe nëse kemi ndjer ne, nuk e kemi lexuar diku për të ndjer. Kështu që prandaj duam një zemër të mençur për të besuar. Besimi I ma gjallë botën, nuk e ma dyshimi. Mendja është tradhtare, mund na çojë këtë dyshimet. Zemra jo. Zemra thot vazhdo, këmbgul, ec përpara, duaje, bëj gjithçka për atë që do. Mendja thot, po sikur mos jetë kështu, po sikur ta bëj një gjë krejt ndryshe, më thënë dhe. Kështu që titulli I gabimet domosdoshme lidhet pikërisht me këtë gjë. Do të thënë që do ta bëj 1 milion herë, edhe sikur të jetë gabim, sepse ai duhet, sepse na bën në njëri. Ta bëjmë pak më personale këtë pyetjen me gabimet. Cili është gabimi që mund të themi ju keni bërë dhe do ta bënit 100 herë të tjera? Çka, kur them domethënë gabimet domosdoshme, do të thotë që duhen, që shijojnë, që kthehen në kujtime, po themi. 100 herë të më kthesh
22 vjeç kur kam njohur ti me shoqe, 22 herë do ta bëja prapë të njëjtën gjë. Duhet ta gjej patjetër këtë intervistë. Kam përshtypjen edhe pse gjë e di. Nuk pret intervistat e mia për tash. Kemi përmendur deri më tani ag dhe gabimet të domosdoshme, në fakt, por unë do doja të ndalesha pak edhe këto dy vepra si më të hershme. Tani këto kanë një diferencë gati 10 vjet në njëra tjetër, mos gaboj. Thjesht do doja të ndalesha shkurtimisht te kritika. Si u pritën këto dy vepra? A pati mos kuptim apo keq kuptim, nuk e di. Gjithmonë ka. Kam përshtypjen se mungesa e kritikës ndoshta për këtë libra më çoi mua më bëri kritik pastaj edhe unë sot më shumë njihem si kritik arti, si kritik i letësisë. Nuk e kisha menduar ndonjëherë, me thënë drejtën, por unë kam patur një gjë që që kur isha i vogël kisha shumë qejf të mbaja shënim për gjërat që më pëlqenin, për librat, edhe për gjërat që s'më pëlqenin, dhe për librat që s'më pëlqenin mbaja shënim. Dhe po sidomos për librat që më pëlqenin. Nëse do të themi gjë që kur isha i vogël kisha një zakon, nuk e di e kam hequr apo jo, që kisha frikë ta mbyllja librin se mendoja që nuk do vazhdonte ashtu siç e kisha lënë. Edhe kjo e friksonte shumë mamën time, e cila që kur më shifte mua që merra një libër thoshte, "Iku ky u zhduk", domethënë, "Hajde ta gjejmë se ky pa mbaruar librin nuk vjen në shtëpi." Pra, ju kishit frikë nga të humburit e ndjesisë që përjetonit në atë moment. Jo, kisha bindje që po ta mbyllja libri nuk do vazhdonte ashtu siç kisha lënë. Më vonë kuptova që nuk kisha unë të nesme në një gjendje siç po e lexoja ose pas 2 ditësh ose pas 3 ditësh, edhe vazhdoj akoma për shkakun që e kam shumë vështirë që po të marr një libër ta ndërpres. Unë do ta lexoj, për shkakun, do të them Roberto Bolaño është 1200 sa faqe. Unë e kam lexuar brenda 5 ditësh, Gjim se tani më kujtoi me sa të njoh, mbaj mend që dikur më ke thënë që ti lexon shumë libra brenda një kohe të shkurtër. Lexoj shpejt. Lexon shumë shpejt. Lexoj edhe se simultane, kështu libra të ndryshëm. Po, a shijon libre kur lexohet në atë formë se unë për shembull jam një lexuese ngadalë, të marr me qetësi, dua t'i kthehem ndonjëherë ndonjë fjali, ta rilexoj kur mbetet aty. Lexoj shpejt për një arsye të thjeshtë, që ta dini, është një hile. Po ta le, unë do e mbaroj librin vetë me kokë dhe pastaj nuk e lexoj më. Dua që ta mbaroj autorin, se pastaj unë e filloj dhe e mendoj vetë fundin, dhe pastaj mund të bëhem indiferent. Sa libra lexon brenda javës? Varet, shumë ka momente që thash po e mora librin e mbaroj. Sa do të jetë voluminoz, po them. S'ka rëndësi për mua, domethënë kam lexuar libra për shembull Murakami që me Kënga e Zogut Kulisës që është 700 faqe, unë kam përshtypjen se kam lexuar për 2 ditë. Wow. Po ku te Murakami ta lesh? Po Dostojevski për shembull, Lez Karamazov, ku e dia unë ku mbaron e para me dytën, po ku do të ngjitesh aty sepse e jeton atë. Unë ose të paktën fatmirësisht vazhdoj ti përjetoj gjërat dhe unë hyj në botën e librit dhe e kam vështirë, domethënë dikur ankohej mamaja ime se s'mgjente, po sot mund takoj aty me shoqë që s'ka aty, domethënë me këtë gjë, por jemi pajtuar me këtë do gjë se fatmirësisht dhe ajo ka mbaruar gjylet e saj dhe debaton me libra me mua, kështu që jemi në rregull. Nga ana tjetër, cilat janë temat apo ndoshta edhe librat që ju s'do t'i lexonit kur, ose mbase mund kujtoni një rast e keni marrë në dorë një libër caktuar, keni parë parathënien, një prezantim të shkurtër dhe keni thënë nuk është për mua. Nuk i lexoj parathënien. Gjithmonë më ka pëlqyer të kem mendimin tim në librit, por kam një kështu si të them një zakon që sido që të libri deri në faqen 30 më çoj, se s'do ta paragjykoj. Pastaj është muri që e përball të gjë, sepse domethënë vetëm kur shikoj që i hedh kështu dhe është muri që ankohet për goditjet e librit, domethënë. Shiko, në përgjithësi kam i parim kur bëj kritik publike. Janë 4 raste që nuk i fshija. E para, janë libra që kanë fituar çmim kombëtar. Edhe që unë kanë interes publik se fundi kanë marrë çmim dhe domethënë vendosin një etalon. Kur kanë marrë çmim panajiri. Kur janë tekste shkollore, dhe rasti 4 është kur kanë një shitje masive. Dhe këto janë 4 raste që unë kritikën dhe kur nuk më pëlqen libri, ke një farë obligimi ta bësh, po. Po, është një obligim. Jo, po i përgjigjem një interesit publikut që ka për këto libra. Patjetër. Se shkrimtar dobët ka gjithmonë, do ketë gjithmonë, nuk i ndalojmë në dot ne, domethënë janë këto dhe po nuk është qëllimi im të merrem me ato që s'din me shkruajt. Qëllimi im është të merrem me ato që din me shkruajt dhe ato që, domethënë sensi është që merrem me ato që bën. Pra, domethënë si në jetë që ti shikoj gjërat e mira të dikush, nuk kanë, ketë nevojë të shikosh skija se
Për çfarë arsye ti mund të rish me dikën që ose ti shikon gjërat e këqija. Ti do shikosh gjërat e mira, edhe te libri, edhe te letësia. Ne shikojmë ato që shkon, ato që vlen, ato që duhet sugjerohet. Është mirë që këto ta bënim gjithë, po ja që nuk e bëmi gjithë ato. Përpara se të shkojmë tek hapësira e parë muzikore, do doja të bëja një pyetje dhe uroj që pse jo të më japësh përgjigje, por zgjedhja e jotja. Përmendë kritikën për libra të cilët kanë fituar çmime, qoftë në panajire kombëtare apo qoftë edhe në raste të tjera. Cili mendoj që është një libër shqiptar që nuk e ka merituar, po themi një çmim caktuar? Janë shumë. Mbaj mend u tha për një shitje të librit Albatros e gjatë zonja Z. Tonë u mora dhe nuk të tha gjë. Jo nuk tha gjë, po më mend që bëra një shkrim letësi mes e poshtë, bëri replik autori me mua dhe u habita sepse zakonisht nuk bën replik autori me kritikun dhe me lexuesin. Edhe një kritik tjetër mund të bëjë një mendim tjetër, po jo edhe poshtë sepse libri është aq herë sa lexohet. Dhe u detyrova pastaj të shkruaj publikisht që zonjën Z e ka vrarë Albatrosi, tonë në atë rast. Rast për shembull vazhdoj të kem mendoj që është një rast që edhe vazhdoj të këmbgul që nuk mund të jetë pjesë e librave shkollor, për shembull Meri Yll i Viktor Canësimi. Ja, them shumë. Po pse? Ja, ta pyes. Ta vazhdoj tek pjesa e dytë. Nuk jo, ta them. Okej. Një vajzë 13 vjeçe që i ka vdekur e ama, i ati është pianec dhe dashuria për një djalë shpëton nga trafikimi. Po cili baba në këtë moshë mund t'i thotë vajzës që po u martove dhe shpëtosh nga trafikimi? Po në këtë moshë prindi i thotë që ti do bëhesh yll, do bëhesh njeriu më i njohur në botë, do jesh fantastik, do jesh kështu. Domethënë, pra në këtë moment edhe gjua e përdorur për shembull që ka ca fjalë për shembull koncepti ajo foli me gjuhë gomarice apo këto ca gjëra tjera që mua më trishtojnë dhe kam ngulur që kjo është letësie, nuk është letësi për fëmijë, më paktën mos jetë sugjeruar në shkolla. Sepse kur flasim për fëmijët, duhet të mbjellim këtu ato një dashuri shumë të madhe, duhet të flasim me dashuri për botën, jo se nuk duhet të themi gjëra që nuk vlen. Por ç'ka kuptim ka? Pra vlen për çdo gjë. Nëse nuk je treguar se si të bëhesh i mirë. Për çfarë vlen me treguar se si nuk duhet të bëhesh i keq? Ti të tregoj këtë esenci, domethënë me këtë. Prandaj edhe ne duhet të jemi shumë kujdesshëm. Letësia për fëmijë në gjithë botën kontrollohet më shumë se çdo gjë tjetër, sidomos kur sugjerohet në shkolla. Duhet të jetë edukative, duhet të ketë dashuri. Botën e mban gjallë dashuria. Botën e mban vetëm dashuria. Nuk ka armë tjetër më të madhe se sa dashuria. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë muzikore për të rikthyer sërish sepse biseda me Gimin është mjaft interesante. Do të shkojmë te Keep Your Head Up nga Ben Howard. Jemi rikthyer në studio, vijojmë të jemi me Agim Baçin edhe me kolegen time Violën. Gim, shpejt do të kalojmë tek dy kontributet të tjera të tua të flas në letërsi. Nuk mund të lëm pa përmendur Letër Dylqinjës, një si mund ta titulloj, roman. Nuk ka titull. Letër Dylqinjës është një libër që unë kam bashkëndar udhëtimet e mia me disa nga personazhet që kanë jetuar brenda me. Kur ka nisur, ndoshta se kisha menduar këtë gjë, domethënë ka qenë një titull ku pastaj edhe u shpalla Don Kishot në letësi, ka qenë një konkurs europian për nder të 23 pritit ku është Don Kishoti dhe domethënë kur është Cervantesi dhe Shakespeare, dita e vdekjes së dytë të mëdhenjve. Dhe ajo që piknisja shumë e madhe, domethënë duke qenë se e konsideroj Don Kishot në Manchester si nga librat më madhështor që ka letësia botërore. Dhe është libri ndoshta që kam lexuar më shumë se çdo libër tjetër. Është e çuditshme, je personazhi i tretë që kemi në këtë studio që flet me superlativa për Don Kishotin e Cervantesit. Po shiko, është tjetër gjë të vlerësosh Cervantesin dhe Don Kishotin sepse janë të mëdhenj, këtë mund ta bëj kushdo, dhe tjetër gjë që ta përmendësh specifikisht. Pra, më bën përshtypje kjo gjë mua. Shiko, ka një gjë. Të paktën 3 herë në jetë, domethënë, unë kam lexuar më shumë se 3 herë atë libër. Në fillim qeshme të madhe me kur je i vogël, domethënë ne lexon në shkollë qeshme të madhe me ato aventurat. Kur rritesh pak, do të dyshon që sa jam unë Don Kishot. Pastaj kur në tret kur lexon, shikon sa gjëra ke bërë ti për Don Kishotit, domethënë në jetë dhe do ndaj pranon këto gjëra. Pra, çfarë Don Kishot? Don Kishoti të lë mundsinë të kuptosh vetëm tënde me humor. Domethënë, atë që se besoj. Beson që ekziston akoma idealizmi në po themi epokën ku ne jetojmë? Idealizmi jeton, puna është se nuk ka kaq fokus sa çka pas.
Pra, nuk ka vdek asgjë nga ato gjërat njerëzore. Çështja është që në si maja e icebergut nuk është më dia, nuk është idealizmi, nuk është është spektakli. Në këtë pikë nuk do të thotë që ka vdek idealizmi. Do rikthehemi te spektakli, për të qëndruar pak te letër Dylqinjës. The që ke bërë një dialog me personazhet të tua të brendshme, sigurisht. Janë 3 letra, një është me Dylqinjën, 2 janë me Don Kishotin, është letër me Zhvekun, është Tom Sawyerin. Janë gjithsej 18 personazhe. Unë kam lënë shumë jashtë, por ky ishte pikërisht. Unë do doja të të bëja një pyetje për të kuptuar. A ka ndonjë personazh që je penduar për dialogun që ke bërë dhe a ka ndonjë personazh që s'e ke përfshirë, por që më vonë ke menduar që mund të kishe bërë një dialog me këtë? Ka shumë nga këta të dytët që kam vendosur që janë pjesë e librit dhe unë i kam lënë më njanë. Për shembull, po dyshim që është Gopseku i Balzacut, një nga ato personazhe që unë që 18 vjeç më ka dhënë një leksion shumë të madh për shembull, sepse më ka dhënë konceptin se si duhet i ruajmë në miqt. Pra, është detyra jonë, mos shikojmë që vetëm si na ruan një mik, po si e ruajmë ne atë. A japim ne mundësinë që të na shikojë sikur çdo bashkëpuntim i ynë është i barabartë dhe jo njëri është superior dhe tjetri inferior. Me këtë e kam marrë nga Gopseku. Dhe më duket sikur i kam hyrë në hak që nuk e kam përfshin libër. Kurse nga ato që kam përfshin libër për asnjërin që janë penduar, madje domethënë them që kam mangut ende gjëra. Ke menduar një vëllim të dytë? Jo, ai mund të shkojë drejt ribotimit, edhe për faktin se tashmë është përkthyer në turqisht, është përkthyer në anglisht, është po kthehet në frëngjisht, po kthehet në italisht edhe. Kjo është gjë e mirë. Edhe këto do gjuhë do më bëjnë mua ta rishikoj si edhe pse unë shumë pas kaq kohësh kur e lexoj nuk jam penduar për askënd, ajo thjesht mund të latohet, domethënë edhe do të thoya që këtë gjë që unë bëj pyetje dhe kthej përgjigje dhe nuk di ku jam më i qartë, por ndoshta shpeshherë disa gjëra shumë më të forta i kam dhënë të përgjigjet për të thënë që unë kam hyrë te letësia për të bërë pyetje dhe kam marrë përgjigje dhe letësia më ka dhënë mundësinë të jap përgjigje. Prandaj dhe disa gjëra të cilat duken si më të forta ja kam lënë përgjigjeve, jo pyetjeve. Dhe ne duhet të pranojmë që udhëtimi me letësinë është nga pasuritë më të mëdha në botë dhe të jep mundësinë që të shikosh dhe të udhëtosh. Më thonë atje ku nuk do shkoja dot, shikosh gjëra që nuk do i shikoja dot, takosh njerëz që nuk do i takoja dot, dhe të jep mundësinë për të kuptuar që nuk je as i pari as i fundit që ke humbur, nuk je as i pari as i fundit që ke fituar, që fitoria dhe humbja janë thjesht stacione, por nuk janë as fundi as fillimi. Pra, më thonë të bëhet pajtohesh me botën në mënyrë më të lehtë, më të këndshme. Dhe të jep atë idenë që rrëzimi nuk është asgjë, mos ngrihesh as problem. Pra, letësia ma ka dhënë këtë shans të madhe, domethënë që në kohën e diktaturës ku mund të kishe një diferencë shumë të madhe, domethënë midis klasave, gjërave që ishin këtu dhe unë jetoja në një botë paralele dhe më interesonte asnjë gjë që më mungonte në atë kohë. Domethënë se në atë kohë mungonin shumë gjëra, sepse pena ta jepte mundësinë ta jetoje një realitet tjetër. Në një botë paralele. Në një botë paralele tërësisht. Po ti ja jetoje në Shijak. Unë kam jetuar në Shijak, po shkollën e kam bërë në Durrës, edhe paralelisht isha në një dynjë krejt tjetër. Okej. Natyrisht më vjen të pyes nga ajo çfarë përmendë më sipër. Prandaj kam të shpikën që them Shijaku ka 2 provinca, Durrësin dhe Tiranën, edhe konsiderohet kryeqytet. Librat si autor, kur nis ti shkruash, i shkruan për veten apo duke pasur në mendje lexuesin? Nuk ka letësi, nuk ka shkrimtar që mos shkruaj duke pas mend një lexues. Letësia ekziston për lexuesit. Edhe unë madje edhe si kritik jam ato që anoj shumë nga fuqia që ka lexuesi. Lexuesi jep kuptim librit. Kam marrë shpesh si referencë atë që thotë një shkrimtar që unë e kam xhan, Danilo Kish, është një ebrej që ka jetuar në Beograd. Thotë lexues mirë ka më pak se shkrimtar të mirë. Në fakt, ne kemi nevojë për lexues të mirë. Ne kemi nevojë sepse lexuesit të mirë janë ato pastaj që bëjnë kritik, lexuesit të mirë janë ato që sugjerojnë, lexuesit të mirë janë ato që bashkëbisedojnë. Edhe ne kemi nevojë për shembull dhe shpesh herë them që shkollat tona nuk kanë nevojë më kritik studios. Duhet bëjnë sparë lexues të mirë. Dhe po bëj lexues të mirë, do shkosh drejt kësaj pike. Por pse është leximi kaq i vështirë? Pse? Sepse është arti i unit të jetuarit. Ne, shiko. Arti na jep atë që kemi më në vetes ne. Nuk të jep asgjë, vetëm të zbulon ato që ke ti brenda vetes. Nuk bën njëri tjetër.
Për shembull, e ka po të marr dy variante me librin që i ngjasojnë tërësisht. Një e ka Erik Fromi që thotë shkojnë 5 veta ke pyll, një është mobilier, një është druvar, një është gjatar, një është shorë, një është piktor, një është artet. Kur shkojnë atje te pylli, druvari, domethënë shikon këtë presi këtu, mobilieri do drun që bën divan. Gjatari shikon ku kalon lepuri, piktori shikon ngjyrat, atleti shikon secili për ato çfarë është i interesuar. 5 veta që shkojnë ke një ti pyll, asnjë nuk shef një gjë. Kështu është edhe puna me librin, varet si hyn aty. Edhe arabët kanë që fusin në një dhomë të errët në një elefant dhe domethënë është errët, është elefant dhe e prekin në vende ndryshme dhe njëri thotë ashtu, njëri ashtu. Dhe unë e kam parë për shembull se kam lexuar një libër në kohë ndryshme dhe kam marrë gjëra të ndryshme. Kjo do të thotë që nuk ka ndryshuar libri ke biblioteka, se nuk kemi kaq naive, po kam ndryshuar unë, dhe kam ndryshuar stacioni i gjërave të mia. Për shembull, ndryshe e lexon librin njëri që sapo ka rënë dashurinë, ndryshe sapo është ndarë nga dashuri, kupton? Apo jo? E vërtet. Sepse janë gjëra të tjera që rrotullohen brenda nesh, por libri është ky treguesi, është miku më i mirë që kostën e vetme e merri kur e blejmë dhe kaq, nuk e kërkoj borxhe, nuk më mend që ti ke hatri ndonjë libri që e kemi lexuar në këmbë, shtrirë lakuriq me nerva pa nerva në banjo në korridor, e kemi përplasur. Se besoj asnjëherë. Libri është një thirrje për të na thënë nëse ke ndonjë problem me veten tënde. Edhe atë që sa thon do të miq më të mirë, libri ta thot. Ke probleme ti. Shiko ta zgjidhësh. Gim, meqense ti je një poet, mos ta harrojmë këtë, sepse po flisnim për prozë, po ti ke nisur me poezi dhe vazhdon me poezi dhe gjithashtu kam përfunduar një vëllim, domethënë që kam vetë botimit në Ky që nga lajm, po ha pra? Po kam mbaruar edhe libër me tregime. Po kam mbaruar edhe roman. Tregimet do të pëlqejnë sepse ka titullin Bisedë me bythën e dreqit. Okej. Provokues. Tani mund më vjen natyrshëm të pyes kush është. Shikoj. Pyetja është ku mbaron provokimi, se kjo qartë është një tip provokues. Jo, e di pse jam. Shumë çka kam bërë. Në librin me tregime kam marrë gjithë shprehjet popullore. E hodha si rolapsin ngimi fare gjithë speve. I kam bërë tregim, për shembull kam biseda të çuditshme, biseda me ëndrrën, ëndrrën sirtar, ëndrrën qell, bisedë me lom bylyrin, bisedë me filan fistekun, bisedë me bythën e dreqit. Kam marrë këto shprehje popullore dhe i kam bërë sepse ka një përvojë, pse kanë mbetur këto shprehje për shembull. Bisedë me filan fistekun, kështu se mendova mos kishte në mendje ndonjë autor, po e thek filan fistekun. Thjesht me filan fistekun. Për shembull, si themin ne këtë e di dhe lom bylyri, edhe tash i marr lom bylyrin, ç'a di ky më kupton me. Ja, unë lom bylyrin nuk e kisha dëgjuar, filan fistekun po edhe të gjitha të tjerat më sipër. Po, patjetër. A themi ne ëndrrën zyrtar? Po, patjetër. E përdorim. Gjithkohën. Këta kam marrë këto shprehje. Vetëm sirtarin e kanë mbetur pa hapur tani. Ne janë tuf tregimet, domethënë janë 18 tregime që janë bërë kështu model. Ke ndonjë lidhje të veçantë me numrin 18 se? Jo. E vëm re tani që më theti që kisha bërë kështu prapë. Po aty ndalova, nuk e di pse. Pra, ja, shikoj si duket kur kam moshë 18 vjeç, jo se aty unë më thën po është kjo mosha zyrtare dhe si duket kur vjen 18, duket sikur zyrtarisht ato botohen. Është si mosha që ti ke drejt. Po, është mosha e pjekurist tani. Po poezit kam shumë se 18 ta dish. Po. Pra, ti kam 54 poezi, sa që janë vite. Po. Morën vesh pra dhe numerologjia. Sa është gjimi? Jo, s'jam ndonjë fiksuar. Po ja që ndodh kështu rastësisht. Ti po nxjerr në treg një libër me poezi, me tregime apo jo? Po, dhe roman. Dhe roman. Pra tre besoj do dalin tani së shpejti, se e kemi lajm, ë? Roman do të pëlqej më shumë. Me vërtet? Çdo gjë më pëlqen. Paha. Më vjen një personazh nga një libër tjetër, më thotë lutem mos më lek ai libër, më fut ke libri yt se nuk jam dakord me autorin se s'm ka trajtuar tamam si duhet. Okej, po mos na e thuaj personazhin. Po duhet personazhi. Ta lëm të zbulojmë. S'ka marr personazh konkret. Thjesht një personazh. Një personazh. Filan Fistek është deri. S'është dakord me shkëlqyer. Okej, interesant. Mënyra se si Gimi i trajton. Këndvështrimi është bota, nuk është se të shpikëm në që tre, ka thënë Homeri. I pari farë. Atë themi gjë, për shembull, pse është letësia kaq fantastike? Edhe kur I kam pyetur studentët shpesh këtë gjë. Ka ndonjë nga ju që ju gënjen mendja se ka pyetje më të mençura se Shakespeare? S'ka pas as celular, as internet, as gjë. As ChatGPT as gjë fare ai. Stonin ata. Balzaku. Ose Dostojevski. Ose Mark Twain. Mi thoni, keni pyetje më të mençura se këto atë? Ka bërë Homeri, ka bërë Platoni, s'ka pas nevojë për këtë, domethënë. I kanë bërë gjithë këto pyetje. Janë shtruar pyetjet gjitha. Pra, domethënë, lehtësia këtë të fortë jep për të thënë që mençurinë ka zbrit Zoti, se po ta kishte zbrit robi, do të bëshim mis mençuria 2018, 2019, 2020. Por ideja që është e zbritur do na lidh ne me gjithë brezat, se për ndryshe, por çfarë do na hynin punë dijet të mëparshme.
Treguj që bota në të gjitha korat, në të gjitha vendet ka pas gjëra të përbashkëta, se ndryshe unë s'do e kuptoja dot një spanjoll, një francez që shkruan, një, do të thonë, lexoj këtën sikur e kam komshin, ndërkohë që ai është afrikan rregullar. Lexoj Naipulin, është indian, do të thonë, edhe pse i rrinë në Angli. Lexoj Ishigurën, që është anglisht i naturalizuar. Po them, shumë nga këta të cilët nuk kanë asnjë lidhje, po i lexoj sikur i njoh. Pra, sepse ata kanë shkruar për njeriu në thelb, njeriu në thelb, në të gjitha korat, në të gjitha vendet ka gjëra të përbashkëta. Dhe kjo është ajo madhështoria e lehtësisë. Bën të kuptosh çdo gjë të përbashkët fantastike, domethënë që ka raporti njerëzimi, domethënë që nuk kemi, pra, sikur të thirr me thënë që ore, shiko këtë tjetër atë që të bashkon, jo atë që të ndan. E drejt. Mirë, ka ardhur ring nga regjia për të kaluar tek hapësira e radhës muzikore. Ne po e shijojmë maksimalisht të bisedë. Dhe shkojmë te kënga e radhës, To Contrain nga Bruce Springsteen, dhe pastaj rikthehemi sërish në studio për të vijuar me, le të themi, dhe të shfrytëzojmë atë kohën e mbetur në mënyrën më të mirë të mundshme. Mirë, ja ku jemi rikthyer këtu në pjesën e tretë dhe të fundit, por sa shpejt që ikën koha me Gim Baçin, Viola. Gim, se nisa ta thoj edhe pjesën e kaluar. Meqense ti je poet dhe je një lexues shumë fin, dhe ti thash këto sepse pyetja lidhet pikërisht me fjalën. Si të duket natyra e teksteve që qarkullojnë në hapësirën publike tonën këtu në Shqipëri, të cilat mund të jenë tekste gazetarie, mund të jenë prozë, mund të jenë tekste poetike në këngë, si të duken, sidomos ato tekstet e këngëve, po e bëj më të fokusuar, po them. Pastaj ti mund të flasësh edhe për gazetari, nuk po them, ë? Këtu ku jemi ne është një nga lagjet më të vjetra të Tiranës, do të thosh se në Tiranë si vjetë mysybet. Domethënë tmerr. Edhe në fakt ne duhet ta shikojmë lëngimin e të menduarit ke lëngimi i gjuhës. Për smur gjua, pa janë smur mendimet. Dhe është për të ardhur keq, domethënë që kjo pakujdesi e madhe që duket sikur mjafton të bësh domethënë si rim folore pa kuptim edhe pa si lloj figuracioni, domethënë të bësh këngë të tilla që degradojnë shihet. Po nuk është vetëm kjo, domethënë gjua më thuhet, domethënë madje një nga gjyqtarët më të mëdhenj, domethënë Chomsky thotë që do të helmosh mendimet, helmo gjuhën. Ja ke arritur. Edhe po të shikosh për shembull, dhe politikisht e di që do dalësh aty si gazetar do të pyesësh prapë. Gjithë helmimi i mendimeve ka nga helmimi i gjuhës. Banaliteti fillon nga gjua. Dhe gjua, sepse edhe librat e shenjtë fillojnë me fjalën lexon, nuk fillojnë me fjalën ha. Pra për të kuptuar që sa i rëndësishëm është gjua, leximi, fjala. Beson që po themi e gjitha kjo që është e përhapur në mas tani, përmendëm tekstet e këngëve, që është rasti më i thjesht, e ka po themi zanafillën nga njerëzit të cilët duhet na drejtojnë neve? Ja, të dyve pyetjen, domethënë ju them dy vargje që ju thash çfarë. Ktheu në shtëpi më mira, kemi dy fëmijë, çka ke bënë me ata fare s'do të di. Ç'a kuptoni ju këtu? Se janë tekste këngësh që mos i them më shumë se sa kaq. Unë nuk kuptoj asgjë. Jetën sportive unë e kam pasion, zoti një vajzë bukur mua më ka dhënë. Ku lidhet vargu parë me vargun e dytë? Jo, s'lidhet, se ishte jeta sportive, si lidhet me pjesën e dytë? Logjikisht, do të ka vdek gjua. Ne kemi ne më këngë si ato që sot i dëgjojmë me nostalgji, edhe Brezi im, po themi që jam 25 vjeç dhe mbas se s'kisha lindur akoma kur ishin publikuar pjesa më e madhe këtyre këngëve të vjetra shqiptare, që sot i dëgjojmë dhe një pjesë janë duke u rikthyer, po i përshtaten pak këtyre shijeve muzikore të kohës në vitet e ardhshme. Shiko, në momentin kur ne jemi në botën e spektaklit dhe çdo njeri mendon se mund të bëjë gjithçka, domethënë e kalon masën dhe pastaj bën nga këto gjëra që nuk shkon te profesionisti, që nuk ti drejtohet atij që e një fjalën, e di fjalën tonë, thot ai sa të shkojmë e bëj vetë. Qartë. Gim, meqense të përmenda pak edhe gazetarin aty, ti e ushtron, e ke, po them, profesion të përditshëm apo jo, gazetarin, pra fjalën në gazetari. Jemi smur në mënyrë të pashurueshme. Je i smur, po kështu qofshim të smur gjithë me fjalën e latuar, fjalën që përdoret siç duhet, poetikisht. Tani unë doja të të pyesja, a të paragjykojnë në kuptimin që të shohin më shumë si aktivist politik se sa si gazetar? E ndrova atë temën tash.
Jo, shiko. Nuk e kam mundur dot aktivizmi politik, domethënë fjalën gazetar. Prap kam ngel, po gazetari i angazhuar, nuk e di se për mua gazetaria është e angazhuar, domethënë dhe për mua duhet të mbaj qendrime. Unë jam nga ata që mendoj që kur shkruajmë dhe kur flasim duhet të mbajmë qendrime. Dhe është e rëndësishme të mbajmë qendrime, se njerëzit duhet ta dinë dhe kur ti ke përgjegjësinë e fjalës, nuk mund të rish kështu që se di. Duhet të pash qendrime, duhet të thosh që domethënë që por ajo që duhet bëjmë ndoshta në përditshmëri për të qenë korrekt me njerëzit, duhet ndajmë lajmin nga opinioni. Por sot fatkeqësisht nuk kemi gazetari faktesh, kemi gazetari opinionesh dhe kjo e ka ngatruar botën. Do të thonë opinioni është i ytim, fakti është i gjithëve. Ti jep faktin, pastaj le të kemi opinione të ndryshme. Qartë. Kam frikë se sot gazetaria ka kaluar më shumë tek PR-i, po themi. Te PR-i, sa paguajmë ne më shumë analistët se sa paguajnë gazetarët, kjo është jo e ngjashme, sepse gazetarinë e mban lajmin, nuk e mban opinionin. Në këtë moment të jetës, çfarë je më shumë? Gazetar, aktivist apo shkrimtar? Shkrimtar nuk kam darë, jetojnë të dy njëra tjetra, gazetaria. Aktivizmi jo, gazetaria dhe shkrimi, dhe të shkruarit. Nuk kanë ai vit ndarë se ndihmojnë njëra tjetrën, Për rastin më ideal është ajo që thot Markezi, që thot letësia është gazetaria e shkruar me nxitim, do të thonë gazetaria është letësia e shkruar me nxitim, dhe unë ngatrova në mënyrë që dish. A ka krijuar sekundalet? A ka krijuar ndonjëherë ndonjë opinioni i yt, ndonjë rrëmuj mediatike online, fake news, diçka që për të cilën për pasojat e të cilës ty të është dashur të mbash një përgjegjësi duke e sqaruar ose duke vendosur piketa etike, nuk e di. Shiko, në punët e mia, në këto 30 sa vite që kam punuar në media, kam pas një parim. E drejta për të folur nuk kupton drejtën për të thyer. Dhe nuk më mend që kam të kaluar në herë gjuhën të fyej dikë. Dhe gazetarët që kanë punuar me mua dinë këtë gjë dhe u kam thënë shpesh që mos fyeni, domethënë me qenë se keni drejt në fjalës dhe mos abuzoni, domethënë dhe mos sajoni gjëra, sepse duhet mendoni veten gjithmonë po të ishit në vend atij tjetrit, domethënë dhe nuk më bën përshtypje nëse është kundërshtar që mendon ndryshe politikisht apo mendon ndryshe nga unë e respektoj mendimin ndryshe, mjafton që ai të ketë logjikën për të ma thënë këtë gjë. Dhe bota është e bukur sepse jemi të ndryshëm dhe mendojmë ndryshe dhe shikojmë botën nga kundërshtime të ndryshme. Unë duke qenë se e besoj këtë dhe e shkruaj, nuk kam mundësi ta kundërshtoj kur shkruaj vetë, domethënë, por kjo më ka bërë që të kem ato frenat, domethënë dhe nuk më mend ndonjëherë që ta kem të kaluar. Mund të kem argumente që mund të kenë zemruar e tuf persona, por nuk më mend që të ketë hedhur njëri në gjyq se domethënë për diçka, sepse nuk besoj se kam bërë të kem thënë të kem gënjur në raportin apo të kem sajuar i gjë që nuk e lejoj. Më lejo Viola edhe një pyetje nga sfera publike gjithmonë. A ke shqetësim ti Gim për bjerjen, po them, të një farë identiteti shqiptar, po jo në kuptimin butaforik nacionalist, po në atë kuptimin e marrëdhënieve të përditshme, të shëndetshme, tradicionale këtu mes shqiptarësh për shkak të globalizmit. E ke si shqetësim dhe si e shef? Do ta përmend ndryshe këtë. Ne kemi nevojë që të edukojmë njerëz që kur marrin përsipër ta duan këtë vend. Nuk mund të bësh asgjë pa e dashur të vend. Mund të jesh i Zotit sa të duash, mund të jesh fenomenal, por pa dashuri për këtë vend nuk mund të bësh asgjë. Dhe ne duhet i kërkojmë atyre njerëzve që punojnë në Shqipëri për Shqipërinë, se mund të punosh këtu po punon për këtë vend. Duhet ta dush këtë vend. E di, një miku im do të udhëhiqesh nga dashuria për këtë vend dhe do ta shikosh të marrësh vendime shumë të mira nëse e do këtë vend. Një miku im e vërtet e meriton. Një miku im më ka thënë diçka pak a shumë këtë gjë, unë se kisha menduar se ndonjëherë kur analizojmë politikanët dhe pse janë kaq të këqij, përgjithsisht u futemi atyre analizave të thella psikoemocionale, ekonomike dhe ai më tha, është e thjeshtë, thjesht nuk e duan vendin, tha. Kjo është arsyeja pse janë kaq problematik në thelb. E mendon ti këtë gjë? Që arsyeja e gjithë, nëse ne denoncojmë korrupsionin, problemet pafund 35 vjet, vjen për shkak se në thelb nuk e kanë dashur këtë vend? Po si mund të themi që e do këtë vend kur ka mundësi të bëj, domethënë të s'bën asgjë bën vetëm për vetveten, nuk s'bën asgjë për atë zonë, atë lagje, ato fëmijë, ato shkolla, domethënë pra ku nuk mana si përgjegjësi dhe ku nuk i bën, se mund mos të eci, nuk bësh atë mash përgjegjësi, ju gënjeva, ndjes, më thon, ju kërkoj falje. Mendova kështu. Por je i vetëdijshëm që nuk i je mbajtur. Ja rrugën dikujt që ta bësh, po duhet ta dush më këtë vend. Duhet ta dush më fund fare, domethënë, se prandaj po them që këto që marrin përgjegjësi politike, duhet të kuptojnë që domethënë kur marrin përgjegjësi politike, e marrin për këtë vend, domethënë, këto kur marrin përgjegjësi politike mendojnë që i shpallin mbretër dhe mund të bëjnë çfarë duan. Ke parë njëri që të mendoj gjithon e bëjmë për ju dhe kur vjen puna për të dhënë llogari, asnjë s'e jep llogari.
habitem se mund të shkojnë në spa, se mund të shkojnë në të japin llogari. O zotëri, a ke bërë për mua, po unë do llogari nga ty. Çka ke bërë për mua? Pra unë kam dhënë votën. Përgjegjësi që ti e ke pranuar që në momentin që ke. Po të më thënë, "Mjep votën të bëhem mbret", do ta kam thënë, "Okej, s'ke as drejt më kërku." Po të më japësh, po të më kërkosh votën me thënë që "Mjep votën se do tallem me ty 4 vjet", edhe unë ta kam dhënë, ke në rregull. Në rregull, po. Po më ke thënë që do votoj për ty. Dhe pra ne ta kam dhënë votën. Pra, në këtë sens ne i kërkojmë llogari. Po të kishe thënë do tallem me ty, dhe në fakt e kam bërë, janë rregull, po s'ka qenë pjesë e programit, Pjesë. Shi është më. Kim, nuk e shon se jemi te këto diskutimet e politikës. Mbase edhe për shaka, po themi, për ta zhdramatizuar këtë situatën për të cilën gjithë jemi koshient që është kështu si është. Nëse do ishte kryeministër i Shqipërisë për një ditë, ke vetëm një ditë kohë, 24 orë pa gjumë, çfarë do bëje me urgjencë? Cilat do të ishin detyrat kryesore? Vështirë shumë. E di që zorë se mund të ndryshojë. Po di isha çik më shumë. Do më kishe marrë gjithë ditën kohë celularit të kthy përgjigje, do të thonë faleminderit tak darkë natën. Ti përgatisje detyrat, po themi se pastaj detyrat i bëjnë. Cila do ishte gjëja më që ti e konsideron që është më e rëndësishme dhe më urgjente për vetëm një gjë? Se 24 orë çfarë do bësh? Do të përjashtoja nga vendimarrja çdo njeri që do konstatojë që nuk ka dashuri për atë që bën. Bukur. Okej. Nuk e prisja, këtë përgjigje nuk e prisja. Mendova çdo njeri. Nuk e prisja, se dia që do të pyesë. Çdo njeri të korruptuar, mendova çdo njeri që ka bërë, jo, vetë. Të vesh gabime, domethënë të kesh konceptin e korrupsionit, po mos ta kesh qëllim, nuk e di, domethënë në këtë pikë, nuk e di se ka disa nivele korrupsioni ka, po më i fortë është ai morali, për kërtim nuk më përgjegjësi për këra. Ose kur ti di çfarë ndodh. Edhe fetarisht. E keqja një vendi nuk i vjen nga ato që bëjnë gabime, i keqja një vendi vjen nga ato që krenohen kur bëjnë gabime. Dhe ne jemi kjo pikë. Pra ne trishtohemi, sepse ato krenohen që janë taf me vjet. Si thonë për shkak të vështirë, ne do themi më fal, pranojmë përgjegjësi. Ora, diku jemi në këtë pikë, domethënë jemi në ekstrem. Themi bravo qof filani bir kurve ai ditë vjeti. Kurse ky tjetër gjuna i ndershëm, ky është i mirë. Do të thonë, kjo është trishtim i madh, domethënë si mund të themi për këtë? Dhe jemi te pika alarmante që prindit kanë frikë me i thënë fëmijëve bëu i mirë, bëu i ndershëm, se është kryer ideja që po ti je ndershëm është e kot. Kjo është tjetër. Është i mirë i shkreti thonë. I shkreti po gjuna i shkreti shumë i mirë gjuna. Domethënë edhe dikur e thoshte Balzaku këtë që shumë bukur thoshte. Gocat thot ke çuna të këqij shikojnë anë të mira, kurse ke çuna të mirë shikojnë anë të këqija. Pse? Nga që për shembull Egoni është shumë i mirë, po këtë e ka të keqja, e madhe fillos mallohet e keqja dhe mbetet vetëm e keqja. Gimbaçi, domethënë është i keq, po këtë e ka të mirë dhe fillos mallohet e mira dhe madhe më të mira. Edhe këtu në këtë pikë ne jemi këtë domethënë diskutimi çuditshëm. Ore, do shkojmë drejt një raporti që ka të bëjë që t'i themi njerëzve që ore po ti je i ndershëm, nuk është gabim, është gjë shumë e mirë, ore. Po zbatosh ligjin është gjë shumë e mirë. Kemi krijuar idenë që kjo është kotësi dhe e di sa prindin janë hall të madh apo. Se mendoj që do rrisin fëmijë të pa aftë që do jetojnë këtë shoqëri. Dhe unë i them, dhe do vazhdoj t'ja them, mësojnë një fëmijë të dashuri, mësojnë një fëmijë të duan se të keqen do ta mësojnë në jetë, po nëse ti mëson me të keqen të mirën, ku do ta mësojnë ato? E vërtet? Tani, vazhdojmë me disa po themi më fal se ta bëra shumë morale kështu patetike. Jo, as pak, përkundrazi, edhe kjo pjesë do vazhdoj të jetë po njësoj, sepse do donim ta përfundoje fjalin. Pra po e nis edhe ti përfundoje. Kur mendoj për jetën sot në Shqipëri, fjala që më vjen në mendje është asgjë. Edhe në Shqipëri? Heshtje. Shiko. E para njëherë nuk fluturohet të mendoj që t'jetoj këtu dhe të fluturohet sikur po mendoj diku tjetër. E dyta nuk e kam kokën mbrapa për të parë se domethënë çfarë nuk më ndodhi dje. E shikoj tashmen si një mundësi, domethënë them Zoti më ka falë një ditë prap, ka mundësi të bëj ca gjëra. Megjithatë kjo ideja e kësaj rubrike është si thua një kritik që ti e bën shumë mirë, po e dhën vetëm me një fjalë. E jemi për të thënë gjëra të mira apo kritik? Po te kritika është gjë e mirë. Pse jo? Kur kritikon mirë. Kur kritikon patjetër. Ja po e vazhdoj unë. Fjalia e dytë. Kur mendoj për ikjen nga Shqipëria, jo ikjen tënde, po eksodin masiv. Kur mendoj për ikjen nga Shqipëria, ajo që ndjej është trishtim. Ndjehemi më të parë për çdo shqiptar që ikën. Se duket sikur është gjë shumë e mirë, po ne kemi prisik për këtë vend. Dhe për çdo shqiptar që ikën ne ndjehemi pak më të varfër. Për çdo fëmijë që nuk vjen në këtë dynjë, domethënë se kanë frikë për të sjellën. Do të jemi më të varfër. Kur flas për të ardhmen e rinisë shqiptare, më vjen të them
O zot, sa duhet sforcohemi që të besojmë shumë te ata dhe të na bëjnë të besojmë neve. Mirë, okay, do ta bëjmë pak më për çdo gabim të atyre kemi faj ne si brez. Nuk I kërkon dot llogari fëmijëve pse nuk po e bëjnë. Jemi ne që nuk kemi ditë t'ia japim atyre. Është kollaj ti fajsosh. Por më përpara duhet marrim në përgjegjësi që nuk kemi ditë t'ia themi të vërtetën. Nuk kemi ditur të jemi të vërtetë. I kemi gënjur për miq, për armiq, për mundësitë, për pamundësitë, pastaj themi bëu të mirë për këtë vend. Ne mërkujt. Nëse ti s'ke qenë I vërtet, më treguar si janë na kanë gënjur gjyshit apo prindërit si kemi gënjur ne, çfarë nuk kemi ditur të bëjmë, çfarë kemi ditur të bëjmë. Atëherë kemi drejt të themi që mund t'i kërkojmë gjëra. Po kur ti nuk je I vërtet me këto gjëra dhe I thu pastaj bëu I mirë për këtë vend, ne mërkujt. Okej. Mirë, do shkojmë pak tek Gimi. Kujtimi im më I dashur nga fëmijëria është shkurtimisht. Marrëdhënia me Timat. Ka qenë një dashuri pa kushte, një gjë që unë vazhdoj ta kem brenda vetvetes sepse nuk harroj kurrë atë dashurinë e madhe që kishte ai të më merrte edhe ndoshta në kundërshtim me atë që bënte mamaja që më niste për shkolla I më merrte me vetë, ishte shofer dhe donte të tullonte me mua, domethënë dhe mbaj mend shumë gjëra nga ajo gjë dhe sa duke ajo lidhje domethënë dhe se I mat ka ikur aksidentalisht nga kjo botë, do unë kam qenë aty domethënë sikur ka çu Zoti domethënë që të jem I pranishëm edhe në largimin e tij nga kjo botë. Kam përshtypjen që edhe përgjigjen e fjalës pasardhës, kështu që po të bëj të fundit, fjalën e fundit, ajo që më jep shpresë është dashuria. Jo të gjitha po prit. Unë doja të bëja edhe pyetjen e fundit, po shkum shkurtimisht dhe kam përshtypjen në mënyrë të përmbledhur dhe sintetike që ti di ta japësh shumë mirë. Gim, a ka pasur një moment ose një kohë në jetën tënde kur ti më shumë ke dyshuar se sa ke besuar në Zot? Moment krize, nuk e di, ti e di. S'kam ndodhur që të kem dyshim te ajo. Kur kam hyrë në besim, kam hyrë me një rrugtim leximesh. Ka qenë pastaj në vitin 1993 një libër I Alierzit Begovićit Islamin ndërmjetësinë e perëndimit, një libër që më tronditi gjithë dojat e leximeve që kisha deri në atë kohë. Ish presidenti I Bosnjës, po. Dhe ka një libër filozofik të jashtëzakonshëm. Dhe ka dy fjali që I veçova që në atë kohë, thotë jeta nuk varet fare nga fakti se sa e kuptojmë. Dhe mendimi nuk mund të gjykojë jetën se kjo e fundit është gjithmonë më lart se mendimi. Dhe ne dim për ditëshmëri sa do të mendojmë, nuk e mundim dot jetën sepse jeta na befason. Sado që të kemi menduar ne në gjëra të rëndësishme, jeta është gjithmonë më e fortë dhe na furnizon më shumë. Dhe ne dim shumë mirë që jeta nuk varet fare nga fakti se sa e kemi kuptuar ne, se është gjithmonë dhe janë dy fjali që më kanë bërë përshtypje fort. Por kur kam hyrë në besim Egon, them drejtën, domethënë ka qenë një ridimensionim I shumë gjërave brenda meje, domethënë një lloj dhënie kuptimi krejt ndryshe I gjërave, domethënë duke sikur sakson atë që ka shumë më shumë rëndësi, domethënë ka Dhe çfarë ndodh? Në moment që beson ke shumë vështirë të rrezohesh. Domethënë ose ke vështirë shumë të rish rrezuar. Ti e kupton që duhet ngrihesh të ecësh përpara. Edhe ti je falënderues për atë që arrin, për gjërat dhe është e mrekullueshme. E kupton për shkakun që nuk je kurrë vetëm, që nuk varesh nga ata që ke rreth rrotull, po e di shumë mirë, domethënë dhe e gjykon gjërat pastaj nga qëllimi, nuk ke frikë asgjë rreth rrotull, ke frikë ato që të shon dhe nuk nçifesh se shefe goni apo domethënë apo komshiu apo tjetri. Nëse I do këtë gjëra ke frikë, ke frikë gjë krejt tjetër. Kjo është e mrekullueshme, ëh. Qartë. Është e mrekullueshme sepse të bën ty të kesh një marrëdhënie krejt tjetër me veten. Dhe ajo që duhet bëjmë ne është që mos gënjejmë veten të parë. Qartë. Gim, ishte shumë falenderojmë shumë që ishe në Kinotek në Sol. Është një bisedë nga e cila jam e bindur ne këtu në studio, po edhe ata që e dëgjojnë apo edhe e shohin e kanë shijuar. Ne shijuam dhe bindshëm mësuam shumë. Edhe një herë shumë faleminderit dhe të presim prapë patjetër. Shumë kënaqësi. Shiko, edhe domethënë bashkë kemi kontaktuar, po Egonin e kam nga ata bashkëbiseduesit e këndshëm që bën pyetje
të lezetshme edhe kur jenë kafe, domethënë se ka gjithmonë këtë natyrën e ja njohim këto cilësi. Unë s'e kisha bërë asnjëherë kaq shumë pyetje, s'kisha njohur asnjëherë kaq shumë. S'kisha pas ndonjë podcast tonë. Kështu që duhet të ftoj prapë për të njohur më shumë. Jo në kafe. Mirë, do të shkojmë tani tek State Lines nga Novo Amor dhe do të rikthehemi sepse kemi ende gjëra të tjera. Mirë, ja ku jemi rikthyer për t'ju thënë që një mënyrë shumë kreative dhe shumë e bukur për të kaluar fundjavën tuaj është që të shkoni në Kinema Cineplex, në Teg ose në QTU, të blini biletën, të zini ulsen tuaj, sepse prej datës 17 maj vjen Mission Impossible The Final Reckoning, një javë Viola përpara premierës botërore, vetëm këtu në Cineplex Albania. Ekskluzivisht. Kapitulli epik përmbyllës i sagës spektakolare të Ethan Hunt. Tom Cruise rikthehet në një aventurë që sfidon limitet e aksionit dhe emocioneve, ku fati i botës është në duart e një misioni thuajse të pamundur. Me skena marramendëse, teknologji futuriste dhe përplasje të fuqishme emocionale, ky film premton të jetë jo vetëm kulmi i sagës legjendare, por edhe një nga eksperiencat më elektrizuese të vitit në ekranin e madh. Mos e humbisni në Cineplex, aty ku çdo mision bëhet i mundur. Nga 17 maj, një javë përpara premierës botërore, vetëm këtu në Shqipëri Mission Impossible The Final Reckoning. E shikoni çfarë informacioni ju japim në fund të kinotekës. Jo, po që ta dini. Dhe besoj e kuptuat, kemi arritur në përfundim edhe të këtij episodi, duke shpresuar që do kaloni sa më bukur, do shijoni çdo moment, do dëgjoni Radio Sol, do të na shihni po ashtu në YouTube, në Spotify apo kudo tjetër që ju dëshironi, sepse na gjeni në të gjitha rrjetet sociale. Ne do t'ju përshëndesim këtu. Ne do shihemi të mërkurën tjetër. Deri atëherë, paçi fat.